Dhe shqiptarët e kanë qef që gjumin, edhe sot po të shikojnë. Dhe fati keq është që ne shqiptarët trashëgiminë e Ismail Qemalit nuk kemi ditur ta vlerësojmë asnjëherë, në asnjë epokë, as në periudhën e Zogut, nuk i ka dhënë rolin që duhet, nuk i ka dhënë mirënjohjen që duhet, as në periudhën e Enver Hoxhës, nuk e ka dhënë atë që meriton ai, as në demokraci këta që kanë qeverisur këto 30 e ca vite Shqipërinë. Ju shikoni ku e kanë lënë monumentin e Ismail Qemalit edhe sot që po flasim. Kalojnë një natë aty dhe shikojnë errësirë të plot. Ndërtohet kopshti e Edenit aty, kopshtet e varura të Babilonisë, shumë mirë që ndërtohen. Nuk jam kundra investimeve, kundra gjërave të bukura, le të harxojnë dhe aq sa harxohen, që për një vend si ky joni mendoj se janë shumë. Janë shumë, por si mos të bëhet një monument dinjitoz, po nxirret nga muzeu, siç u nxorë në 2012, nxirret Ismail Qemali nga muzeu. Pra ai monument shumë i bukur jo dise Paskalit që është ndërtuar për të vendosur, pra e ka kompozuar për të vendosur në mjedis të brendshëm, se i autori, artisti që kur e ndërton një vepër, e di dhe se ku të ta vendos. Pra janë raportet, hapësira, dimensionet e kështu me radhë. Ai kishte bërë për muzeun historik. Ai aty ka qenë. Në 2012 për turpin e atyre që e bën, e nxorën dhe që ta shihnin shqiptarët se kishin parë. Imagjinoni, themeluesi i këtij vendi nuk kishte një monument dinjitoz për 100 vite në kryeqytetin e vendit që ai themeloi. Që domethënë është një tregues ky i mbrapsisë, mendjes së mbrapsht të politikës tonë. I mendjes shumë të mbrapsht. Dhe i bën atë monument që i bën dhe tani e lë dhe në errësirë, nuk i vën të paktën 2 drita atje. Pavarësisht se unë mendoj që ai meriton një monument shumë dinjitoz. Ai të shkojë një monument atje ku e ka vendi dhe të ndrihet në një nga sheshet e Tiranës, qoftë në qendër, sheshe Skënderbeu, po qoftë në një sheshe ka sheshe të tjera të bukura Tirana, po është zhvilluar dhe në zona të tjera mund të bëhet një monument shumë i bukur Ismail Qemalit. Po kudo dhe në çdo shesh të Shqipërisë meriton ai një monument, një muze për të në Vlorë, një muze dhe në Tiranë, të shkohet te muzeu historik, nuk e di çfarë do bëjnë tani me ndryshimet, po shkohet te muzeu historik, pavioni i rilindjes kombëtare është nga më të dobtit. Nuk ka asnjë gjë. Çfarë do mësojnë të rinjt, çfarë do mësojnë të rinjt, çfarë faje kanë shqiptarët e rinj, kurse edukohen as në muze, as në shkolla si duhet. Çfarë kombi po ndërtojmë? Unë e thash, të ndërtosh të ardhmen, pa njohur mirë të shkuarën është si të ndërtosh diçka me rër, thash, edhe një herë tjetër. Pra, kjo është ajo që kemi bërë ne. Dhe prandaj bëj thirrje edhe një herë dhe kryeministrit të vendit ta vëjë në vend dinjitetin e Ismail Qemalit, të ndërtojë një monument siç ai e meriton. Jo atje ku e kanë lënë atje në mes të ferrave. Ferrat e vatanit e kanë lënë Ismail Qemalin mes të ferrave dhe errësirës. Pra, po investohet Shqipëri shumë mirë, të investohen, të bëhen punime, të bëhen sheshe sa më të bukura aq më mirë, por të japim vendin atij njeriu që ka dhënë këtë kontribut kaq të madh. Edhe jo vetëm atij, po të gjithë patriotëve shqiptar që kanë shkrirë pasurinë e tyre, lexojeni se si kanë ardhur me kutit me flori e përshkruan shtypin ndërkombëtar, erdhën në Durrës, zbritën. Pra kishin kuti me thesarin e Shqipërisë, erdhën këtu, nuk erdhën për të vjedhur, edhe për të ikur, siç ikin këta që na kanë qeverisur këto vite dhe i çojnë për offshore apo ku i çojnë. Ata erdhën me para, mblodhen lek nga gjithë shqiptarët në kolonitë, në Bukuresht e kudo ku ishin shqiptarët dhe nga shtetet e tjera që e përkranin shtetin e pavarur shqiptar dhe i sollën këtu për të ndërtuar Shqipërinë, shkrim pasurinë e tyre, nuk vdiq i pasur Ismail Qemali. Ka vdekur pa pasuri. Nuk la gjë dhe amaneti i tij ju e dini siç ishte. Djemtë e mi nuk bëra pasuri që t'ia lë Shqipërisë, por u lë një dhe amanet. Pra la Shqipërinë. Kështu që këta njerëz me këtë sakrificë sublime duhen nderuar, mendoj unë. Dhe ai që ka sot në dorë të bëj diçka është kryeministri. Bëri një gjë shumë të mirë me vendosjen e portretit të tij në zyrat e shtetit shqiptar, që unë e kam vlerësuar dhe e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Pra vendosjen e portretit të Ismail Qemalit në zyrat e shtetit shqiptar është një akt nga më fisnikët dhe nga më dinjitozët që ka ndodhur në 113 vite, ose kur u vendos atëherë, se është vendos në 2013, sot jemi 113 vite shtet, po atëherë ishim 101 vite, po e quaj. Dhe është akti më dinjitoz që ka bërë një kryeministër i Shqipërisë, pra vendosja e portretit. Është dhe për këtë e përgëzoj. Por ama që të lihet ashtu Ismail Qemali dhe mos të ndërbëhet gjithë këto vite, gjithë këto investime, janë bërë dhe muze të rinj në Shqipëri, patjetër. Keni muze Gjethe, keni muze Bunkeri, njëshi, dyshi, ku e diun çfarë po bëjmë të tjerë, po shumë mirë që ndërtohen sa më shumë muze, aq më mirë është për Shqipërinë. Por të vëmë në vend dinjitetin e këtyre njerëzve, që bën Shqipërinë, që na lan trashëgimi Shqipërinë. Pse mos t'i vlerësojmë, pse mos t'i njohim brezat siç ishin pra. Pra, duhet njohur patjetër
siç e thamë me anë të librave, pra të njohim vizionin, njohim karakterin, njohim mënyrën se si i menaxhonte krizat, të njohim edhe dështimet e tyre, se patjetër Ismail Qemali donte që Shqipërinë dhe shpalli pavarësinë për të gjitha vilajetet, për të gjitha trojet shqiptare, nuk e shpalli Shqipërinë ai për ato kilometra. Ai arriti që të kemi parasysh një gjë, që ai zotronte Trekëndshin, Vlorë, Berat, Elbasan, që ishte arqiv pash Elbasani një patriot tjetër i shquar dhe ky e adhuronte Ismail Qemalit, shikosh korrespondencat e tyre. Dhe Ismail Qemali e vlerësonte shumë, i thotë kam si bir, edhe ai thoshte je si baba për mua. Dhe një komunikim, një marrëdhënie e jashtëzakonshme, shumë dinjitoze me dy patriotësh. Dhe kjo Shqipëri kaq e vogël, pra që ata arritën të shpëtonin atëre, u bë e madhe avash avash, sepse ishin grekët që pushtuan jugun e Shqipërisë, erdhën deri në Llogara, ishin serbët që morën Durrësin, erdhën afër Elbasanit, morën Tiranën e kështu me radhë, por u larguan pastaj, sepse u bë pavarësia dhe u detyruan të trishen. Dhe ne patjetër që po përpiqemi edhe sot që shqiptarët keni jetesë dinjitoze në të gjitha trojet ku jetojnë dhe punojnë sot, në gjithë Ballkanin po dhe në botë, por nga ana tjetër pa veprën e këtyre burrave nuk do kishte ndodhur pavarësia e Kosovës sot. Pavarësisht se atëherë ata nuk e fituan dhe Ismail Qemali thotë me shumë keqardhje, që ne humbëm Kosovën, na sakrifikuan, na hoqën tokat më pjellore, tokat më të mira, na kanë lënë vetëm male thotë, por ama Kosova ka për të ngelur dhe do jetë shqiptare thotë. Ktu do jemi thotë, dhe kjo padrejtësi që po bëhet sot do shkojnë në vend një ditë thotë. Dhe ne shqiptarët do luftojmë thotë pa rreshtur derisa të arrim të marrim atë që na takon thotë, sepse kjo është një padrejtësi e madhe që po na bëhet. Dhe fjalë profetike. Arritëm pas afro 100 vitesh që të krijojë edhe një shtet tjetër shqiptar, pra Evropa, dhe këtë thotë. Unë besoj thotë tek sensi i drejtësisë së kombeve evropiane thotë, tek qytetërimi evropian thotë. Dhe ky gabim që u bë thotë do vihet një ditë në vend. Dhe fjalë profetike, po them edhe një tjetër, dhe në themelet e shtetit shqiptar qëndron ço vizioni i tij për politikën e jashtme, që e shikonte Shqipërinë si një element ekuilibri dhe paqe thotë. Ne po vim në arenën ndërkombëtare si një shtet i ri për të balancuar. Nuk kërkojmë as të marrim kujt gjë thotë, ne duam të mbajmë atë që është e jona. Dhe nuk i kërkojmë as kujt asnjë gjë thotë. Qëndrimi i Ismail Qemalit kundrejt perandorisë osmane është pak a shumë i njëjtë me atë të Skënderbeut që pati kundër kësaj perandorie. Cilat janë ato elemente të përbashkëta midis këtyre dy figurave, por edhe element që i dallojnë nga njëri tjetri. Dhe nga ana tjetër, a kemi këtë model si të gjesh Kastrioti Skënderbeut, po ashtu edhe Ismail Qemalit sot në politikën shqiptare? Shiko, patjetër që Ismail Qemali dhe kur ngriti flamurin thotë atë ditë në Vlorë thotë më duk sikur zbriti shpirti i herojt. Edhe Providenca, unë dhe kam shkruar të gjë dhe më bëri përshtypje kur erdhën u ndihmuan nga austro-hungarezët për të ardhur pra delegacioni për të bërë pavarësinë nga Triestia pra, u nisën dhe erdhën Durrës dhe kaluan natën në një anije austriake, pra ndëruan, ishte një anije linjës që quhej Brun dhe pastaj Wurmbrand. Dhe aty kaluan natën në kepin e Rodonit, që quhet ndryshe kepi Skënderbeut. Në këtë anije austriake ata kaluan natën dhe pas mëngjes zbritën në Durrës. Dhe aty duket sikur kërkuan bekimin e Skënderbeut, është kisha e Skënderbeut, ju e dini në Rodon është kepi i famshëm, që quhet ndryshe pra kepi Skënderbeut. Dhe ai sikur u dha bekimin dhe kur erdhi në Vlorë Ismail Qemali se nuk gjeti për krajin e duhur në Durrës, i quajtën si çka kanë ardhur ta çmendur, thonë çfarë do bëjnë këta ku bie perandoria është e fortë. Serbët i kishin te dera, nuk e kuptonin që çfarë po ndodhte shqiptarët në atë periudhë, por nëse ishte tjetër muhabet këtu dhe ai detyrohet patjetër se ai donte ta bënte sa më shpejt, u jep direktivën që ngrinin flamurin kudo para se të vinë serbët. Dhe po ta shikoni, flamuri është ngritur në 25, 26, është ngritur në Durrës, është ngritur në Tiranë, dhe jo më kot është ngritur në Peqin, Elbasan, pra është ngritur para 28, sepse ai ishte direktivë që dha Ismail Qemali. Ngrinin flamurin që kur të vinë serbët thuhet nuk është perandori osmane këtu, se ata pretendonin ishin në luftë me perandorinë osmane. Dhe këto troje po i marrim ne si fitus tani, nuk ka kom shqiptar, po është lufta midis mbretërive ballkanike dhe perandorisë. Ndërkohë Ismaili thoshte që jo, është Shqipëri këtu, nuk është perandori. Kështu që ngritin flamurin dhe këtë bëri dhe po, ama donte edhe pikpamje juridike, ishte jurist. Donte edhe e dinte rëndësinë e veprimit juridik